Dame ka veç, ka dame, të ujë me punu s'muna me punu, foj i lakshtis, ja 3 mujtë s'muna me blu. Ka ardhë ujë tëri 50 cm parapërsisht. Unë jem e Kremberisha, i Grabovës i Tullë, fshatit Grabovës. Këtu e mullini që i blun misër kalamajt, mim kalamajt. Na ka dëmtu po shijet edhe vetë ujë i madhor. Dame ka veç, ka dame, të ujë me punu s'muna me punu, foj i lakshtis, ja 3 mujtë s'muna me blu. Këtu e në konë këtu, tash i kena qitë këtu për punë të ujë, mos mi lagë. Ka ardhë ujë tëri 50 cm parafërsisht. Po diket është i qka të rungë të ujë që 4 herë mrena, 20 vjetë 4 herë ka hinë mrena qështë. Mundësit s'po janë për shtetit me Ildir Rek, lumi është shumë i madhë. Vizit s'kena po si vjetë eqë. Këtu kërkusheq. Kush furnizohet për këti mullini? Këtu furnizohen edhe njerëz qytetarët, po edhe jashtë Kosovës marrin mirë kalamajt. Janë të thirrë non-stop, po tëri të bëhet kushtet të bëhen mulshu, nuk e di edhe kur shoh. Intervenu me një kushtere, në animon, pak e qëtëm, po vinë kushtere gjithë në animon. Këtë dhe të laqës. Kretë janë banorët, janë përmbysëm edhe s'kan mujtë 3 ditë me dalë heq. S'kan pot mundësi të në kom pot pak me qëtë qizme, jam dalë, jo kom do të cigare, do bukë, si pas mundësi, se kom rëziku vetën, po s'kan pot, rrugë dalë nuk kanë, se ta na unë të mshelë. Me voni zide në ashta mos me vërshu gjithë? Shteti veç, do të me pastru lumin. Do të me adhonar një projekt, se ata projekt nuk din, se ajnë shërë, se ti projekti që shkën. Ne e dina vetë që jena rej lumit. Që ata balten me qinë kamiona me hjek, ma mërmenja që nuk rëzikohen qështu. Që këtu ku flajna, e ka dëm të fort, që ka lakshti, uju hi këtu, tash lakshti nuk zëna me fjetë, po me kome na pru dhe me terë, që kanë aty maqina, të harqin, kalamuqin, për mos mu lakë. Dame ka veç, ka dame, të ujë me punu s'muna me punu, foj i lakshtis, ja 3 mujtë s'muna me blu. Ka ardhë ujë tëri 50 cm parafërsisht. Unë jem e Kremberisha, i Grabovës i Tullë, fshatit Grabovës. Këtu e mullini që i blun misër kalamajt, mim kalamajt. Na ka dëmtu po shijet edhe vetë ujë i madhor. Dame ka veç, ka dame, të ujë me punu s'muna me punu, foj i lakshtis, ja 3 mujtë s'muna me blu. Këtu e në konë këtu, tash i kena qitë këtu për punë të ujë, mos mi lagë. Ka ardhë ujë tëri 50 cm parafërsisht. Po diket është i qka të rungë të ujë që 4 herë mrena, 20 vjetë 4 herë ka hinë mrena qështë. Mundësit s'po janë për shtetit me Ildir Rek, lumi është shumë i madhë. Vizit s'kena po si vjetë eqë. Këtu kërkusheq. Kush furnizohet për këti mullini? Këtu furnizohen edhe njerëz qytetarët, po edhe jashtë Kosovës marrin mirë kalamajt. Janë të thirrë non-stop, po tëri të bëhet kushtet të bëhen mulshu, nuk e di edhe kur shoh. Intervenu me një kushtere në animon, pak e qëtëm, po vinë kushtere gjithë në animon. Këtë dhe të laqës. Kretë janë banorët, janë përmbysëm edhe s'kan mujtë 3 ditë me dalë heq. S'kan pot mundësi të në kom pot pak me qëtë qizme, jam dalë, jo kom do të cigare, do bukë, si pas mundësi, se kom rëziku vetën, po s'kan pot, rrugë dalë nuk kanë, se ta na unë të mshelë. Me voni zide në ashta mos me vërshu gjithë? Shteti veç, do të me pastru lumin. Do të me adhonar një projekt, se ata projekt nuk din, se ajnë shërë, se ti projekti që shkën. Ne e dina vetë që jena rej lumit. Që ata balten me qinë kamiona me hjek, ma mërmenja që nuk rëzikohen qështu.
që këtu ku flajna, e ka dëm të fort, që ka lakshti, uju hi këtu, tash lakshti nuk zëna me fjetë, po me na pru dhe me terë, që kanë aty maqina, të harqin, kalamuqin, për mos mu lakë.